Shqipëria e do Europën, ka bërë progres, por është në dorën e saj anëtarësimi deri në vitin 2030, kështu u shpreh presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë vizitës së saj në Tiranë, ku vlerësoi përpjekjet e vendit në procesin e integrimit evropian. Ajo nënvizoi se Shqipëria ka dëshmuar përkushtim ndaj reformave dhe se progresi i arritur në 2-3 vitet e fundit është impresionues. Mesazhi im i parë është mjaft i qartë. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë një rrugë shumë të gjatë, keni bërë progres, por unë tani dua të theksoj që është një progres i mrekullueshëm, një shpejtësi rekord dhe një përshpejtim shumë të vërtet në 3 vitet e fundit. 5 nga 6 grup kapitujt janë tashmë të hapura, ne planifikojmë që të hapim të fundin këtë vjesht dhe unë e di edhe përpjekjen tuaj personale, zoti kryeministër, edhe ju dhe të ekipit tuaj që keni investuar në këtë udhëtim. Qëllimi ju është që të mbyllni negociata deri në vitin 2027. Kjo në fakt është ambicioze, por ne na pëlqen ambicia. Dhe dëshiroj t'ju siguroj që ne jemi të gatshëm, do të jemi me ju në çdo hap të vetëm të kësaj rruge. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se Bashkimi Evropian tashmë e sheh Shqipërinë me një sy tjetër. Sot ne jemi në një situatë kur ta dhe presidentja kemi hapur 5 nga 6 grup kapitujt e procesit të negociatave në vetëm 11 muaj. Është një kohë rekord për nga shpejtësia. Dhe sigurisht që ne kemi bërë detyrat tona, se në Bruksel nuk të dhuron njeri asgjë. Duhet t'i fitosh të gjitha ato që kërkon. Por nuk diskutohet që nuk do të ndodhte, sidoqoftë ky proces me këtë shpejtësi, nëse nuk do kishte një vullnet të madh, jo vetëm nga Komisioni, por dhe nga vendet anëtare në këtë fazë, sepse është i gjithë Bashkimi Evropian, paktën unë kështu e shoh që prej disa kohësh nuk ka lëkundje fare që duhet mbështetur procesi i antarësimeve të reja, duhet mbështetur Ballkani Perëndimor, duhet mbështetur Shqipëria. Duke vlerësuar progresin e bërë në vitet e fundit, von der Leyen theksoi se ka besim në mbylljen e këtij procesi sipas afateve të shpadhura, duke nënvizuar se rruga e Shqipërisë drejt BE-s është më konkrete se kurrë. Gjatë vizitës në Tiranë, presidentja e Komisionit Evropian zhvilloi takime me kryeministrin Rama dhe presidentin Bayram Begaj, ku vlerësoi përpjekjet e institucioneve shqiptare për përparimin e vendit në drejtim të reformave dhe forcimin e institucioneve demokratike.